Mirë se vini në Mapo. Ishte ky titulli i editorialit që shënonte hyrjen e një reviste të re në tregun mediatik shqiptar në tetor të vitit 2006. Themeluesit e saj e pan Mapon si një projekt guximtar e novator, të ndërtuar mbi profesionalizëm, integritet dhe dëshirën për të vendosur standarde të reja në gazetarinë periodike. Për ta, Mapo ishte një nga ato pak momente idealizmi profesional. Kishte shpirtin luftarak të një të përditshmeje, me burime modeste, por me pasion të jashtëzakonshëm. Vetë emri mbarte simbolikën e një provokimi të vetëdijshëm, një lojë ironike me kujtesën e së shkuarës, ku magazina popullore e dikurshme transformohej në një magazin idesh për shoqërinë moderne shqiptare. Ishte epoka kur shtypi ishte ende mbreti i medias shqiptare. Me në krye Skënder Mixhozin dhe me bashkëpunëtorë si Ben Andoni, Lorenz Vangeli, Erel Murati, Ervin Qafmolla, Mapo solli një format të ri, një revistë javore me shpirtin e një gazete të përditshme që thelloi në terma politike, sociale, kulturore e ekonomike. 4 vite më pas, revista u shkri natyrisht me projektin e ri që e ktheu Mapon në një gazetë të përditshme, duke i dhënë emrit një jetë të re. Më 5 korrik 2010, gazeta Mapo doli në treg me formatin elegant berliner dhe me një faqe të parë që shënonte ambicien për të qenë gazetë serioze dhe me vizion. Gazeta ju besua Arjan Sulos, një gazetar me përvojë të gjatë në disa prej redaksive më të rëndësishme të vendit. Me këtë përvojë, Sulo udhëqi Mapon që nga dita e parë e rikthimit të saj në treg, duke i qëndruar besnik parimeve bazë të profesionit të gazetarit, që mban distancë nga pushteti, që sfidon qeveritë, ciladdo qofshin ato, dhe që mbetet besnik ndaj së vërtetës dhe të drejtës së publikut për t'u informuar. Ristarti ishte i qartë, një e përditshme informativo-analitike me qëndrime të qarta editoriale dhe me synimin për të dekriptuar realitetin politik e shoqëror. Në një botë ku çdo ngjarje bëhet lajm brenda pak minutash, Mapo kërkoi të qëndronte më thellë, tek interpretimi, tek analiza, tek pse të ngjarjeve. Nuk ishte as gazeta e parë as e fundit që hynte në treg me një qëndrim të qartë editorial, por gjatë gjithë rrugtimit të saj në shtypin shqiptar, në drejtimin dhe pronësinë e Henri Çilit, Mapo mbeti një gazetë profesionale, një hapësirë e lirisë intelektuale dhe debatit qytetar që i qëndroi besnike standardeve të gazetarisë. Një vit më vonë, në krye të velierës Mapo u ngjit Artur Zhej, një zë poetik, cinik, filozofik dhe sfidues. Ai e cilësonte gazetën një anije kundër kohës, në një epokë ku gjithçka po bëhej virtuale. Një aventurë e pamenduar, një anije kundër kohës, ndoshta po, ndoshta jo. Ndoshta mendojmë me ose pa të drejtë se veçanta jonë qëndron pikërisht në këtë raport të përmbysur me kohën, në të drejtën për të ekzistuar edhe në letër, edhe në silic. Në besimin, sa do shpres pak se libri dhe gazeta klasike, sidoqoftë, nuk do të vdesin, sepse një rrymë midhtarësh të asaj që ishte gazeta, një aleancë mendjesh të paqeta që grupohen në të njëjtën agora, ndoshta do të kenë gjithmonë nevojë të gjejnë tek ne shtëpinë e tyre të hapur, shtëpinë ku ka gjithmonë një zjarr të ndezur dhe një laborator i desh, shkruante Zhej. Rrezikojmë të humbasim shijen e shfletimit gazetës. Rrezikojmë të humbasim shijen e dialogut me mendimin që radhitet në gazetë dhe që krijon një simbioz të paparë midis lexuesit dhe atij që ka shkruar në celulozë. Sot jemi në kohën e xhamit. Pra, gjithçka shihet përtej një xhami, por nuk preket, nuk nuhatet, nuk ka vëllim. Mapo doli si gazetë në vitin 2010. Zhej ka ardhur për herë të parë si drejtor në 2011. Dhe ardhja e tij në një gazetë vjeçare, në një plan, ose në një sens, mbasi ai kishte punuar në Radio Radikale, kishte bërë emisione shumë të rëndësishme. I rinte pak ngushtë Zhejt si statut, si kostum, themi. Por nga ana tjetër, ardhja e tij ishte një vazhdim ose një rikthim më mirë i drejtorëve të rëndësishëm në media shqiptare të viteve 90, siç ishte Ben Blushi, Armand Shkullaku, Andi Bushati, Carlo Bolini.
rikthim që nuk kaloi pa vënë re në gjithë mjedisin mediatik shqiptar, sepse në atë kohë kishte filluar televizioni që të merrte hovë dhe të kalonte shtypin e shkruar. Unë isha zëvendës redaktor i gazetës Mapo, më vonë u bëra redaktor i revistës Mapo e përmueshme dhe Zhej ishte drejtori i gazetës, që kontaktet me të ishin të përditshme. Ta i rinte në një zyrë të madhe që ishte bërë enkas për të, sepse Zhej sigurisht e meritonte, i duhe dhe i shkonte për shtatë një zyrë e tillë hapësirshme. Zyra ime ishte një kat më lart në kat tret, ku ishte dhe redaksia, dhe e mbajnë mend veten shpesh duke i zbritur shkallët për të shkuar te Zhej, ku kishim mbledhjet, kafet apo takimet. Unë kam qenë student i shkencave politike në Itali dhe ndiqja çdo emision politik dhe Zhej ishte një nga analistët dhe mos analistët imi preferuar. Jo se pija gjithmonë dakord me ato që thoshte, por më mënyrën si i thoshte. Në vitin 2013 fillova punë si pedagog i shkencave politike në UET, aty ishin dhe zyrat e Mapos. Dhe kam shkruar artikullin tim të parë pikërisht në Mapo në vitin 2015, kur ishte drejtor Arturi. Isha i gëzuar, po themi kështu, se ishte artikulli im i parë publicistik në një gazetë të rëndësishme në Shqipëri. Dhe të nesme shkëmbehem me Arturin në oborin e UET-it atje dhe gjëja vetme që më tha nuk ishte keq artikull. Edhe nuk dhja si ta merja si kompliment apo si kritik. Dhe pastaj këta shokët e tjerë dhe i themi shumë më tha. Zhej për artikullin kolegët e min. Edhe më thanë që nëse ka thënë nuk ishte keq, do më thënë që ishte mirë, sepse Arturi nuk është se para bën shumë komplimente për cilësinë e shkrimeve e tjera me radhë. Kishte sarkazëm, sigurisht ishte shumë të më thonë goditës se këto, me fabula, me fjalë të zgjedhura bukur, dhe sigurisht të vendën që ti kishin një lloj vigjelencë, sepse zakonisht kishin një lloj sarkazme brenda vetes, por që ishte shumë pozitiv. Ka qenë një prani shumë e madhe në Mapo. Jo thjesht si drejtor, sepse qenë drejtor nuk është se ka qenë detyra monumentale e Zhejt, kuptimi që t'ishte burokrati, drejtori që drejtonte punën e përditshme, por ka qenë prani e madhe në Mapo si njeriu që profesionte dinjë editoriale në mënyrën se si duhet të qasim një aspekt politik. Zhejt ishte një mënyrë të komunikimi që do donte ta kishte kushdo që është në rolin e tij. Pra ishte një lloj babaxhani, një lloj njeriu i thjeshtë, një lloj njeriu. Ai koncepti që kishim krijuar në herët për Zhejt, që është një lloj bohemi, ai ishte i vërtetë. Jo bohem nuk i thonë si bohem, nuk i thonë si bohem, po silli si bohem. Sepse Zhej vinte edhe nga arti. Zhej ishte dramaturg, shkrimtar, njëri me lexime të mëdha, me njohje të mëdha për mitologji, letërsinë dhe figuracionin letrar, bënte atë duke në herë edhe si një lloj personazhi letrar. Pra, ka qenë prani shumë e madhe në Mapo, kështu kam njohur unë. Ironik, por gjithmonë i thellë, Artur Zhej jep ndjesinë e një figure publike të plotë, me përmas, autoritet dhe ndikim në jetën intelektuale shqiptare. Në 4 dekadat e jetës së tij profesionale, ai mbeti protagonist i pandalshëm. Në vitet 80 ishte një dendi i Tiranës, një shpirt bohem i jetës intelektuale në vend. Ata që e kishin njohur herët, kujtonin se në ato vite ai mbante gjithmonë me vete një libër. Vinte nga një familje intelektuale, i biri përkthyesi dhe gjuhëtarit Petro Zhej dhe i aktores Besa Imami. Njohja fillestare ka qenë si djali i Petro Zhejt. Më vonë vazhdoi kjo njohje në Akademinë e Arteve, ku Arturi studionte në Fakultetin e Artit Dramatik dhe unë aty isha pedagog. Dhe pastaj më tutje vazhdoi njohja shoqëria jon, kur ai ishte drejtor i radio-televizionit dhe unë me programe të ndryshme, në aktivitete të ndryshme me radio-televizionin, kishim kontakte të herë mbas hershme. Por ajo që ishte më e rëndësishmja, që ishte më e madhja, që u konsolidua me të vërtetë shoqëria jonë, që mund ta quajmë një shoqëri shumë të afërt, ishte Gazeta Mapo. Ai ishte drejtor i Gazetës Mapo, ndërsa unë i përditshëm
me karikaturën time në faqen e parë. Gjatë kohës që gazetarët diskutonin dhe debatonin, ai ishte komplet i shpenguar fare dhe ai reagonte vetëm kur shënonte që ka diçka interesante që do duhet të ndërhyjë, po duhet të shpinin edhe. Edhe të gjithë e dinin që ne po grim sallat me njëri tjetrin në një mënyrë, por ky do thotë diçka që ky grija sallat e jona, në fakt do duket jo shumë rëndësishme sepse ai ishte një lloj këndi shikimi shumë imponues në mënyrë. Zhej kishte një gjë tepër interesante të veçantë që nuk e ndjeje tek të tjerët. Në momente që kishe kontradikt, pra ai thoshte një mendim të tij për një problem politik, dhe ti kishe një mendim të kundërt, ai nuk të ndërpriste. Ai të dëgjonte me vëmendje dhe pastaj në organizimin e bisedës ai të çonte gjithmonë drejt vetes. Dhe ti ashtu pa dashje, nëse në fillim e kishe kundërshtuar, në fund të bisedës bien dakord atë. Zhej ishte këtë aurën e një njeriu, po themi, në pranë dhe distant. Por po të punoje me të, jo, ishte për përdor një fjalë të zakonshme shqipe, babaxhan. Pra ishte shumë easy going, i lehtë, pra ishte kënaqësi. Nuk kishte kur një marsh të pestë për t'i kërkuar gjërat. Zhej edhe në marshin e dytë i kërkonte dhe i merrte gjërat. Pra ishte një njeri i cili e dinte peshën dhe arritjet e veta, por i dinte edhe kufin etik shoqëror, si të vetët, si edhe të tjerëve. Prandaj them që ishte, po themi, qytetari ndër ata që janë drejtues ose me drejtues që unë kam punuar ndër vite. Artur Zhej nuk imponoi kurrë. Ai ndërtonte bisedën sipas bindjeve të tij. Ndante idet me shumë elegancë dhe dëgjonte me vëmendje. Në vitet 90 u bë një nga zërat më të njohur të gazetarisë shqiptare. Fillimisht si korrespondent në Rom për koha javore, më pas si bashkëpunëtor i Radio Radikale në Itali, ku mbulonte zhvillimet ballkanike. Por e takohu unë ishte gazetar e Gazetës Radikale në Itali, unë ishte në një vizitë aty, dhe e kam njohur si një me interese gjëra kulturore. Dhe zyrën e tij e kishte pranë stacionit të trenit në Rom, edhe ishte Radio Radikal. Dhe krejt rastësisht takohemi, si që thënë tek termini, në stacionin e trenit me Arturin. Unë s'dinja ku shkonja, s'dinja çfarë bëja. Pra ashtu i hallakatëm, se më thënë, ishte pikërisht Arturi që disa ditë qëndroi me mua, me dashamirësinë e tij, me përkushtimin e tij, që ato ditë të qëndrimit më thënë i bëri të mrekullueshme dhe jam larguar me përshtypjet nga më të mirat, nga më të bukurat për një njeri kaq njerëzor, kaq miqësor, kaq dashamirës, që edhe në momente të vështira të jepte dorën dhe angazhoj me ty për ta kaluar sa më bukur. Dhe Zhej erdhi në Mapo si drejtor herën e parë, mbasi kishte bërë, po thuaj, një 10 vjeçar në Radio Radikale në Itali, ku dhe ai vetë, ju vetë planitonte me krenari dhe nostalgjit, po e mbante si një periudhë të artë të karrierës tij. Pse? Sepse Zhej në Radio Radikale, përveç se u bë, themi, lobusi më i fuqishëm në Itali në çështjet shqiptare, ishte një Radio Radikale në atë kohë dhe politikanët e Partisë Radikale, po jo vetëm dhe partitë e tjera italiane, u lobuan nga Zhej, u përpunuan për mirë nga Zhej për çështjen shqiptare, për çështjen kosovare. Që në atë kohë, në vitet, nuk flas vetëm për bombardimet në 99 dhe pastaj çlirimin e Kosovës, po në Radio Radikale dhe kontaktet e Zhej, intervistat e Zhej, analizat e Zhej ishin tezat kryesore për çlirimin e Kosovës, për të drejtën ndërkombëtare të shqiptarëve të Kosovës, që morin dhe politikën shqiptare, po edhe ajo italiane. E kjo është një meritë e jashtëzakonshme që Zhej e kujtonte gjithmonë me krenari. Puna që ai ka bërë me Radio Radikale, duke prezantuar në Itali një çështje si ajo e pushtimit serb, e reprezaljeve gjatë luftës së Kosovës, ka qenë e rëndësisë kombëtare, e rëndësisë mbar kombëtare, dhe kjo nuk i duhet të harruar. Zhej me ato, me një çantë ku ishte radio dhe mikrofone të atyre kohëve, që vraponte për të shkuar në radio, për të kapur lajmin, për të marrë intervista,
Dhe e kam këtë imazh e mbaj mend nga fundi i viteve 90 kur isha ende student, pra këtë zhejnë që vraponte për të kapur atë gjën që kishte rëndësi. Nuk ka më njerëz, ka më gazetarë që duan të thonë gjëra që kanë rëndësi. Ka njerëz, ka gazetarë ose njerëz publik që duan të thonë gjëra që bëjnë përshtypje, ose duan të thonë gallata, ose duan të thonë clickbaits, pra për të kapur klikimin e radhës. Dhe zhej përfaqësonte këtë, autorin, polemisin e gjërave që kishin rëndësi. Në këtë pikë më duket si mohikani i fundit i debatit publik në qytet. U kthye në Shqipëri gjatë luftës së Kosovës për të moderuar emisionin e famshëm Lufta për paqen në Kosovë, një program që fitoi audiencë të jashtëzakonshme. Gjithmonë për rolin e tij si gazetar, ai binte në erdhin Mapo mbasi kishte qenë drejtuesi i emisionit Lufta për paqen në TVN e dikushme, që ishte një nga dy televizionet më të mëdha të asaj kohe. Dhe u bë qendra e debateve në një kohë që në Shqipëri debatet nuk ishin marrë akoma formën që kanë, ishin shumë larg, ishin në ata të parë. Dhe aty ka parakaluar gjithë luftarët e asaj kohe të UÇK-s dhe politikanët e sotëm që disa shumica e politikanëve që drejtojnë Kosovën, përfshirë edhe ish-kryetarët e UÇK-s që janë në akt, përfshirë politikën shqiptare, nga kryeministri deri te deputeti, studios, historian, ekspert, luftëtar dhe zhejnë atë periudhë në vitin 1999-2000 me emisionin e tij Luftë apo Paqe, bëj njohur masivisht për publikun shqiptar. Kam qenë i ftuar shpesh herë prej tij, kemi pas sintoni të madhe në lidhje me qëndrimin ndaj zhvillimit të madh epokal që ndodhi në atë kohë me bombardimin e Serbisë nga NATO në çlimin e Kosovës. Ishte një emision që fliste vetëm për luftën në Kosovë, për shqiptarët e Kosovës, për genocidin, dhe aty të gjithë kuptojnë që zhej ka një qasje që pakush e kishte në botën e medias shqiptare ato vite, dhe derisa në rrjet, më thënë drejt, zhej ka qenë njëri që u propozua edhe nga ky lloj dimensioni i çështës kombëtare, i dashurisë për çështën kombëtare. Pra, kjo është gjëja e parë, që zhej ishte njeriu që kishte parëndit të madhe, jo si drejtor, po si individ që profesionale linjë editoriale dhe mënyrën si veprojnë dhe komunikojnë me mall. U tha atëherë që do bëj një intervistë shumë interesante me Agimin Ar, një nga kryetarët e asaj lëvizje, dhe intervistja ishte në Greqi. Ishte shumë e tensionuar, por turi me atë qetësinë, me formimin e vetë, dhe e ndihmon shumë që e kishte punuar në disa në radion radikale në Itali, dhe regjia i kishte bërë që t'i kuptonte mirë gjërat dhe e kishte përballuar me shumë sukses këtë. Ishte një nga intervistat më interesante, koza të rrugë një audiencë e jashtëzakonshme. Unë mora një spudo për të bërë një portret të tuaj, sepse në fund fare e kemi detyrim atij njeriu i cili krijoi një model, një shkollë, mund të them madje pa eksagjerim fare, edhe si pedagog i komunikimit, ka dhënë një model se si njeriu do të komunikojë me publikun. Përveç figurative të komunikimit viziv, ai kishte edhe një penë shumë të fortë, ajo shpandos gjithë fuqinë e një njeriu të caktuar në momente kur një vend ka nevojë për gjëra të tilla. Dhe turi ndodhi pikërisht në momentet kur ky vend kishte nevojë për një intervistë të fortë në atë batakun e asaj lëvizje fashiste në Greqi, dhe turi ishte aty brenda, kur ishin problemet e Kosovës në radikale, kur ishin dhe problemet aktuale të luftës në Ukrainë, turi sigurisht shkëlqeu në gjitha këto. Padyshim, unë mendoj që ishte një njeri erudit, kishte njohje të përgjithshme për shumë fushë, që nga filozofia, që nga sociologjia, që nga politika, që nga ekonomia. Edhe kjo i jepte, mendoj unë, një armë shtesë në raport me të tjerë. Kishte një kulturë të përgjithshme, një kulturë erudicioni, paka shumë ndoshta i vinte nga trashëgimia familjare në ambientet ku ishte rritur, nga leximet e tij, nga arsimimi i tij. Dhe po e them realisht që një nga arsyet sepse kanë pranuar të drejtoj Mapo, ishte sepse drejtori i gazetës kishte qenë dhe Zhej dhe Artur. Nga viti 2002 deri në 2006, Zhej shërbeu si drejtori i përgjithshëm i radio-televizionit shqiptar.
duke u përpjekur të modernizonte një institucion të rëndësishëm publik. Në vitin 2010, ai u bë një nga figurat më të zëshme të lëvizjes në mbrojtje të kushtetutës, që kundërshtoi ndryshimet e paktit Rama-Berisha. Zhdej u bashkua MAPO-s fillimisht pas vitit 2011 dhe më pas sërish në vitin 2015, edhe pse nuk arriti të rikthehej më në vitin 2025. Në qershor të këtij viti, ai ishte duke biseduar rikthimin e tij si drejtori i mediave MAPO. Them se Zhdej u ngjis shumë mirë me MAPO në mënyrë natyralisht, sepse MAPO ishte afirmuar që në fillimin e saj si një gazetë me qëndrim editorial të qartë djathtas. Pro tregët ndërkombëtarëve SBA-s, pro integrimit evropian, BE-s, dhe Zhdej përciste shumë mirë dhe kishte të njëjtën, ndante të njëjtën pikpamje dhe këndvështrim për politikën e brendshme. Sigurisht një nga momentet ku ky dualizëm, ku kjo shkrirje dhe një nga themi ato gjëra që nga mbetur në kujtesë ka qenë zgjedhjet e vendore të Tiranës së 2011, ku dhe gazeta dhe turi shpallën publikisht qëndrimin e tyre, mbështetjen e tyre për Lulzim Pashën, dhe ishte një betejë, ishte një betejë në kuptimin e gazetarisë, përveç asaj elektorale, në kuptimin e përballjes ideve të argumentimit të ndryshimit që duhet të ndodhte, që u fitu nga Zhdej dhe nga MAPO. Arturi asnjëherë nuk kulëriste në për studio, asnjëherë nuk bërtiste, asnjëherë nuk ofendonte. Pra mundohej që të imponoje debateve politike dhe të thoshte arsyeën e tij me argument, edhe me elegancë. E rrallë, le të themi kështu, në debatet publike shqiptare, sepse shpeshherë karakterizohen nga zhurma, nga kaosi etj. Arturi nuk ishte kështu. Kishte edhe argumenti, dhe forcën e argumentit, kishte metaforën, dhe unë besoj realisht që fatkeqësisht Shqipërisë i ka ikur më i miri analizës politike. Bisedat e gjata me Zhdej për gazetarin, për Tiranën e viteve 80, 70, për jetën e asaj kohe, për tradicionin e asaj kohe që ai ishte, për librat e ndaluar, për periudhën e emigracionit, po gjithmonë kjo e ndërthurur me aktualitetin, emigracionit të tij dhe emigracionit shqiptarëve. Çfarë ndodhte këtu dhe si duhet të ndodhte. Pastaj zbrisim te MAPO, po MAPO është si do ta vazhdojnë, ku do ta çojnë, si është, si duket. Edhe Zhdej ishte një shprehje në një moment që nuk skarron. Arion tha, MAPO e madhe nuk është, po e tillë ndihet. Rastisëm në një udhtim në Zvicër, një udhtim që e bënte, organizonte Philip Morris, kompania e cila ka qendrën në Zvicër. Dhe më kujtohet në një moment ishim në këtë qytetin e bukur dhe po shikonte të rinjt, po shikonte ndërtesat, po shikonte jetën që vibronte, dhe në një moment më tha, Amor Leila, këtu do doja, pra një gjë të tillë do doja edhe unë për fëmijët e mi. Dhe kjo, si më thënë, më mbeti si pjesë thuajse një ofsham e tij, ofshama e intelektualit i cili praktikisht i ka arritur gjërat, pra Zhdej nuk ishte një njeri i pa plotësuar as në karrierë, as në gjëra të tjera, por megjithatë në fund të zemrës, kur është, po themi, i relaksuar, e ruan një dert. Kjo është ana, po themi, kjo është ana njerëzore e Zhdejt. Ndryshe nga të tjerë, ndoshta i vinte edhe nga formimi dhe nga arsimimi që kishte si regjizor ose nga regjizora, Zhdej njihte mirë natyrën e politikës, intrigat e politikës, pra paskenën e politikës. Edhe mbas çdo ngjarje politike, po çdo evenimenti politik shifte një prapasken, një intrig, dhe kishte të drejtë. Në fundit politika, ne themi shpesh kur bëjmë analizën politike që politika nuk thot asnjëherë publikisht atë që bën më të vërtetë. Edhe Zhdej njihte mirë. E njihte mirë dhe në studiet e debatit televizive e përcjellte me elegancë këtë gjë, dhe kjo ishte veçantia e tij. Ajo që ka thënë Zhdej, ajo që ka shkruar Zhdej, ajo që ka lënë Zhdej si trashëgimi mediatike, publicistike, apo gjithfarsoj në shtypin shqiptar apo në botimin shqiptare, përvejohet nga ato tre elementë. Qenit njëri që mbron në fort lirinë, lirinë e institucionit, lirinë e ekonomisë, lirinë e individit, po të lirinë themelore i kishte pjesë të vokacionit vet. Patriot, pra njëri që flitet shumë, e lidhte shumë mendimin e vet e
orientonte e udhëzikte mënyrën nga çështja e komit dhe qenë besimtar, ishte besimtar, dhe vuajse pikërisht edhe kishte një respekt të thellë për besimet e tjera. Kështu e kam parë unë dhe kështu vazhdoj ta kem ende në mendjen time, në kokën time, ato që projektonte dhe që ishte zhej. Në çdo periudhë të jetës së tij, nga Tirana intelektuale e viteve 80 te gazetaria e viteve 90, drejtimi institucional në vitet 2000 e deri tek analiza televizive dekadës së fundit, Artur Zhej mbeti një figurë që e përkufizonte vetë kohën ku jetonte. Ai u nda nga jeta në gusht të vitit 2025, duke shënuar 4 dekada të vrullshme si gazetar, me një sens të thellë protagonizmi, në një ndarje të parakohshme, pikërisht kur ishte ende në kulmin e energjive të tij intelektuale. Mendoj se ai ishte një nga gazetarët ose gazetari më i shquar që në një farë mënyrë e themeloi elegancën në median e shkruar shqiptare. Bashkëpunimi im në MAPO me Zhej në rolet ai drejtor dhe unë redaktor ka qenë bashkëpunimi më i mirë që ka pasur unë në shtypin e shkruar. Ishte një makinë kafeje Lavazza dhe e bënte kafen aty dhe gjithmonë e gjeja me të rrethuar nga gazetat, revistat, librat dhe gjithmonë me cigaren e pashqitshme në dorë. Metafora e tij, le të themi kështu, fjala që ai zotronte, mjeshtria e fjalës, për mua e bënte një nga analistët më elegant të debatit publik shqiptar. Por e ka pëlqyer gjithmonë sepse e zotronte dhe me pamje, domethënë ekranin. Vondi kur i jepte nur, i jepte, si të themi nëse do të përdor një fjalë popullore, i jepte lezet edhe ekranit. Në shumë analistë ishte një ndër ta që unë e dëgjoja me vëmendje dhe jo vetëm që dëgjoja, por ajo që është më e rëndësishme e besonja. Të humbasim shihen e nuhatjes së botës të bojës tipografike. Rrezikojmë të humbasim shihen e shkretimit gazetës. Rrezikojmë të humbasim shihen e dialogut me mendimin që radhitet në gazetë dhe që krijon një simbioz të paparë midis lexuesit dhe atij që ka shkruar në celulozë. Sot jemi në formën e gjatë. MAPO i ditën e parë u krijua me kontributin e më të njohur jo vetëm të gazeterisë shqiptare, por edhe ekspertëve dhe politikanëve që ishin më zënë kohën e saj. Një ndër ta ishte edhe Zhej. Sigurisht unë shikoja Zhejin atë kohë si një kundërshtar, sepse solli një ide dhe një frym të re në një media shqiptare, jo vetëm me tabloidin, jo vetëm me fotot që krijoi, por edhe mënyrën se si ajo paraqitej te publiku shqiptar. Zhej krijoi një impakt të rëndësishëm jo vetëm në jetën sociale, por edhe në organizimin e politikës së vendit. Për mua sigurisht kjo do të jetë një pjesë e vështirë e asaj çfarë unë do të vazhdoj më tej. Është nder dhe përgjegjësi për mua që të jemi pasues i paharruarit Artur Zhej me këtë nisëm të bashkimit gazetës MAPO me gazetën e re liberale, të dyja që kanë përbashkët boshtin ideologjik të liberalizmit të djathtë. Gazeta MAPO do jetë një gazetë e lajmit dhe e mendimit, përmes një stafi gazetarësh profesionist dhe një skuadre opinionistësh dhe analistësh dhe ekspertësh nga gjitha fushat që mendoj se nuk e ka asnjë media.